shumë, kjo lidhje tash ka që fort, që duket si bashkëpunim deri tani, po themi mes politikës dhe krimit. Lidhja mund ta kaloj bashkëpunimin kjo në pikë, mund bëhet një detyrim pastaj për bashkëpunuar. Unë kam përshtypjen që ne kemi kaluar në atë fazë, pasi nëse deri para pak kohësh ne flisim për një këshilltar bashkie që mund të ishte diktuar nga grupe kriminale të caktuara në rrethet ndryshme të vendit, ne tani jemi në stadion kur kemi kryetar bashkie që diktohen nga grupe kriminale. Ne jemi në stadion që kemi deputet në Parlamentin e Shqipërisë, që kanë një numër të pashpjegueshëm votash pas një kauzë, njerëz anonim. Se unë kuptoj kur një ri nga shoqëria civile që ka shkëlqyer në profesion apo ka shkëlqyer në një kauzë të caktuar, për shembull do kisha parë një nga ato studentët të 2018-s, pavarësisht se nuk kishte drejtuese e protestë, që mund të ishte një deputet me 20.000 vota, por në moment që ne kemi njerëz anonim që nuk din asgjë për emrat atyre që janë vrarë në qytetin e tyre, se po ti pyesësh për shkak për emra konkret, e di kush është filani, jam i sigurt që nuk e kanë këtë informacion se çfarë ka ndodhur për të kuptuar se sa dramatike është situata. Ne kemi dosjet e Sky ECC që censurohen. Pse censurohen ato dosje? Dosja Toyota Yaris, pse censurohet? Censurohet se ke politikanë në niveleve shumë të larta të përfshira në çështje të caktuara. Në dosje të tjera thotë që X politikan taulanti na kërkon për vota. Nuk besoj që është taulanti që kërkonte motor, që po kërkonte vota në Elbasan. Pra qartazi në këtë pikë ne kemi një ekspozim të SPAK-ut si një instancë që ka dështuar për ta bërë misionin e saj. Syri televizioni ka dërguar një kërkesë informacion, për shembull, nëse do ketë një task force në raport me kërkesat ose me direktiva që erdhën nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Ka 2 javë as përgjigje nuk do njëjtë të kthejnë. Pra që mund të shënojnë informacione për çështje të caktuara, ndërkohë kur vjen puna tek disa çështje që janë delikate, për cilët e partnerët ndërkombëtar kanë vënë alarmin, nuk japin informacion. Me qevit të informacionin, ne nuk do kishim pothuajse fare informacion, ose më shumë informacion intuitiv,